Nëse e mbani gjatë freskues së ndezur, mund të shkaktojë këto probleme në shëndet. Freskuesja është një pajisje shpëtimtare për ata që nuk kanë mundësi të përballojnë një kondicioner. Kjo pajisje supozohet të na sjellë freskinë e nevojshme për të duruar vapën përvoluese të këtyre ditëve. Megjithatë, ekspertët thonë se freskueset mund të rrisin rrezikun e trobitjes nga vapa. Nëse temperaturat e jashtme rrinë mbi 35 gradë, freskuesja nxit rritjen e temperaturës së trupit, thonë studiuesit. Sipas tyre, freskuesja në të vërtetë fryn ajrin që është më i ngrohtë se trupi, e konverton gjithashtu edhe në ventilator dhe shkakton edhe një ndryshim të temperaturës. Por qëndrimi në ajër të tillë për një kohë të gjatë mund të nxjisë edhe reaksionet alergjike, ndikimin në imunitet dhe të shkaktojë gjithashtu ftohje. Ekspertët këshillojnë që të mos e përdorni për një kohë të gjatë pasi ka efekte negative në imunitet.